Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat më të fundit për shkurorëzimet, të cilat tregojnë një rritje të lehtë të numrit të çifteve që i kanë dhënë fund të martesës gjatë vitit 2025. Sipas ASK-s, gjatë vitit 2025 janë regjistruar gjithsej 2192 shkurorëzime, ose 46 raste më shumë krahasuar me vitin 2024, kur ishin evidentuar 2146 shkurorëzime. Kjo paraqet një rritje prej 2.1%. Sipas komunave, numri më i madh i shkurorëzimeve është regjistruar në Prizren me 192 raste, 8.8%, i ndjekur nga Prishtina me 175 raste, 8.0%, dhe Peja me 163 raste, 7.4%. Të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e shkurorëzimeve u përket çifteve që kishin qenë të martuar 5 deri në 9 vjet, me 627 raste, ose 28.6% të numrit të përgjithshëm. Pas tyre renditet martesat me kohëzgjatje 10 deri në 14 vjet, me 297 raste, apo 13.5%. Se i përket grup moshave, numri më i madh i shkurorëzimeve të gratë është regjistruar në grup moshë 25 deri në 29 vjeç, me 463 raste, apo 21.1%, ndërsa te burrat dominon grup mosha 30 deri në 34 vjeç, me 464 raste, apo 21.2%, ndërsa në Gjakov janë shkurorëzuar 152 çifte gjatë vitit 2025, gjithnjë sipas ASK-s.